Kosova së shpejti do të fillojë edhe me prodhim të municioneve dhe dronëve, duke e pozicionuar veten si një partner strategjik në fushën e mbrojtjes. Kosova së shpejti do të fillojë edhe me prodhim të municioneve dhe dronëve, duke e pozicionuar veten si një partner strategjik në fushën e mbrojtjes. Në këtë rrugtim, ne jemi shumë të vetëdijshëm për sfidat me të cilat ballafaqohemi, në të njëjtën kohë edhe me kërcënimet që vazhdojnë të rëndojnë mbi sigurinë e Kosovës dhe të gjithë rajonit. Serbia fatkeqësisht vazhdon të minojë përpjekjet për paqe dhe stabilitet dhe nëpërmjet veprimeve hibride, grupeve kriminale dhe propagandës vazhdueshme e mbështetur edhe nga Rusia faktorë të tjerë dashakeq, Beogradi po synon të destabilizojë jo vetëm Kosovën, por të gjithë rajonin. Sulmet e viteve të fundit në veri të Kosovës, si dhe sulmet ndaj trupave të NATO-s në maj 2023, të organizuara dhe mbështetura drejt për drejt nga strukturat shtetërore të Serbisë, janë dëshmi e qartë e këtij rreziku. Prandaj prania e trupave të NATO-s në Kosovë nuk është vetëm një garanci për sigurinë tonë, por është edhe një barierë kundër çfarëdo lloji përpjekjeje për cenimin e paqes dhe stabilitetit, për të cilin të gjithë së bashku kemi punuar dhe sakrifikuar shumë gjatë. Ne i bashkohemi thirrjeve tuaja të përsëritura, thirrjeve të përsëritura edhe të NATO-s, edhe të Bashkimit Evropian nëpërmjet deklaratave publike, për përgjegjësi sa i përket sulmit ndaj ushtarëve të KFOR-it në maj 2023 dhe sulmeve të tjera në veri të Kosovës, ku struktura të mbështetura nga Serbia lanë 93 ushtarë të NATO-s të plagosur, prej të cilëve 3 të plagosur rënd. Siç e kam theksuar edhe gjatë vizitës sime të fundit në NATO, mungesa e përgjegjësisë për autorët vetëm sa e ka inkurajuar Serbinë që të vazhdojë me sulme nëpërmjet strukturave të saj paramilitare. Prandaj është me rëndësi që bashkarisht ta fuqizojmë prezencën edhe të personelit edhe të mjeteve, për ta mbrojtur kufirin në mënyrë që të parandalohet si hyrja e grupeve terroriste ashtu edhe armatimit të tyre, të cilët kanë për qëllim krijimin e konflikteve në rajonin tonë. Ashtu siç e ka thënë miku juaj i mirë dhe miku i madh i Kosovës, presidenti Donald Trump, politika e paqes nëpërmjet fuqisë, peace through strength, është ajo që do të kuptohet më së miri në këtë rajon, e sidomos nga ata të cilëve mund t'ju shkojë mendja që të përdorin veprime destabilizuese.